Top lista mare, mati. Top lista mare. Tong miq të dashur, jeni sërish me mua Ronën në emisionin e dytë të Sunday on Top listës. Gjatë javës që lam pas, keni pasur mundësinë që të votoni për këngën që ju pëlqen më së shumti nëpërmjet rrjetit social Facebook. Dëgjoni me vëmendje, në Top List çdo javë futen propozime të reja. E kuptohet nëse realizohen klipe të reja. Duke pasur parasysh që ka këngëtarë të cilët realizojnë klipe dhe këngë shpesh, e shembulli konkret është me Elvana Gjatën, e cila para disa jave realizoi klipin e saj Fake, ndërsa menjëherë pas asaj, në bashkëpunim me 2+2 realizoi klipin e ri. Në këtë rast, largohet Fake nga Top Lista dhe futet kënga e ri e Elvanës. Top Lista më e ri. Në vendin e 10 pozicionohet Genta Ismaili dhe kënga e saj E kam provuar. Më shumë kam provuar, haroj diku, një herë bëra se bëj më kur. Nga vendi i tretë, të cilën ishte javën e kaluar, sot vjen në vendin e 9. Është Dafina Zëqiri dhe kënga e saj Veç ti. Mami, hala, mas mirë ti tin, ajde mos e skat, ajde. Dhe balada e preferuar e këtij muaji është Kaltrina Selimi dhe kënga e saj Nuk ta fal. Ani nuk ka der, po të fal se m'ke lënduar, po të fal se je larguar, nuk ta fal. Ti godet dhe vret aty ku shpirti s'mban. Janë vargjet e Florit në këngën e tij Pa jetë dhe vjen si propozim i shtatë i kësaj jave. Në vendin e 6 gjenden Keos dhe kënga e tyre Ngoja zemrën tem, e sa për kuriozitet, në klipin e kësaj kënge bën pjesë edhe djali i Lumit. Ngoja zemrën tem, ngoja zemrën tem, ngoja zemrën tem, ngoja zemrën tem. Ti mos këshir qapoj, ti mos këshir qapoj. Për herë të parë në Top Listën tonë, vjen një këngë e punuar nga Alban Skenderaj. Është Miriam Cani dhe kënga e saj pozicionohet në vendin e 5. Pas suksesit të tij me këngën Kaqurelja, e cila ishte ri për punim, Besart Halimi vjen me këngën e tij Dhimbje në vendin e 4. Qele qadrën. Pse pe prish ranin, s'ki nevoj mu shty, dosh me dit ku e ki venin. Lejle qartën. Dhe kënga që arriti mira klikime në YouTube, brenda një kohë shumë të shkurtër, është në vendin e 2. Është Elvana Gjata në bashkëpunim me 2+2 Besa. Kryhën një dit. Shumë po du me t'ba, nuk e di se sa kjo do vazhdoj. Ndërsa këtë javë përfundoj me Genën, i cili gjendet në pozitën e parë. E ju mos harroni të votoni në faqen zyrtare në Facebook. Ton nga unë Rona, shihemi javën e ardhshme. Unë s'jam i gjë